5 deputet që kanë kërkuar fjalën nga 2 minuta flasin, i thonë 10 minuta, zoti kryetar. Nuk besoj se ndryshon ndonjë gjë. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme në fakt ajo që po ndodh në Shqipëri. Jemi përpara një momenti historik. Më në fund të korruptuarit, pavarësisht se kush janë, pavarësisht se sa pushtet kanë, po dalin para drejtësisë. Kam 2 minuta kohë. Kërkesën për procedurë do ta bëj në 10 sekondën e fundit. Mundem? Pse jo? Kush e thot? Aulandi e thot. Pse? Se flasin për vjedhjet tuaja. Tani, zoti kryetar, kryeministri i Shqipërisë, i cili ka varësen e vetë të pandehur nga SPAK-u, po sulmon për ditë drejtësinë, po sulmon për ditë SPAK-un, po sulmon për ditë prokurorët. Prokurorët vetë kanë thënë që janë ndjerë të kërcënuar, kanë zbuluar edhe atentate bile. Kjo është shumë e rëndë kjo që po ndodh, zoti kryetar. Ekzekutivi dhe kjo majorancë po ushtron presion ndaj drejtësisë, duke përdorur edhe gjykatën kushtetuese. Mos harrojmë që SPAK-u dhe drejtësia më në fund kanë nxjerrë para drejtësisë Ballukun, Ametajn, Veliajn, Beqajn. Këta kanë një gjë të përbashkët të gjithë. Janë të gjithë antar të Partisë Socialiste. Me sa duket SPAK-u duhet të marrit pandehur Partinë Socialiste, zoti kryetar. Sepse Partia Socialiste i ka bërë një dëm prej miliarda euro këtij vendi. Nëse nuk ka ilaçe onkologjik, është se Partia Socialiste i dha këtij vendi disa qeveri të korruptuara. Kjo është arsyeja pse shqiptarët po ikin. Dhe prandaj SPAK-u ka ardhur momenti që SPAK-u të marrë. Zoti Bujar Leskaj. Zoti Leskaj. Zoti kryetar, ashtu si dhe ju e theksuat, kjo seancë është një nga seancat më të rëndësishme gjatë zhvillimeve të punimeve të kuvendit. Tani nuk e kuptoj pse ju në konferencën e kryetare vendosni 4 orë. Neni 48.3 e ka të përcaktuar që në rastet veçanta, por ama pika 1 thot çdo deputet